Përshëndetje të gjitha. Në rregull, këto duhet të ishte një përgjigje ndaj një komenti. Këtë mëngjes pata një video në llogarinë time të klientit për familjen, për dikë që shprehej pak i zemërthyer, sepse po reflektonte mbi diçka të së kaluarës. Ata nuk ju përgjigjen një telefonate babait dhe më pas babai tyre pësoi një atak në zemër dhe ata ndihen disi përgjegjës. Kështu që mu mba të video. Kështu që vendosa të bëj këtë video në vend kësaj. Pra, le të fuën. Meqense çdo provojë është e kufizuar nga perceptimi yt, nuk mund të pretendosh me ndershmëri se qëndron në të vërtetën duke e shtrirë këndvështrimin tënd përtej kufive të tu. Dhe sapo ta kuptosh plotësisht këtë, do të shohësh se je ti ai që e thyen zemrën tënde. Sa herë që zgjedh të jetosh në një ndërtim të ndërgjegjes, në vend që të jetosh në të tashmen e gjallë. Sepse asgjë nuk bëhet e vërtetë nëse ti nuk i jep jetë asaj si e tillë. Në fund, nuk mund të pretendosh realisht se je diçka më shumë se vetë ndërgjegja. Një tru në një laborator, ose një procesor mbi një pllak silikoni. Ose një mrekulli që mbahet bashkë nga dashuria e Zopit. Në fund të ditës, është paqja ajo që të duhet për të zgjidhur vuajtjen. Prandaj, njohja dhe dashuria për Jezu Krishtin bëhet kaq thelbësore, sepse vetëm përmes Jezusit, kaosi mund të shndrohet në paqe të përjetshme. Dhe ndonëse e di që ky këshillim është i vërtetë, edhe unë e kam të vështirë ta jetoj plotësisht. Ndoshta vuajtja që zgjedh të përballoj është në mënyrën e vet, e ëmbël dhe e hidhur. Shpresoj që kjo të ndihmoj.